pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala. Jinje inkurajues. Prandaj ngushëlloni njëri tjetrin dhe ndërtoni njëri tjetrin ashtu sikur se bëni. Letra parë drejtuar Selanikasve, kapitulli 5, vargu 11. Kur njerëzit kalojnë kohë të vështira dhe dorëzohen, shpesh nuk është rezultati pasioneve të jashtme, por ndodh sepse ata marrin pak ose as pak inkurajim nga të brendshmit. Timeti i pëlqen shumë të citoj fjalët e ekspertit panjohur, i cili tha: "Të jetosh me shenjtorët lart mund të jetë e lavdishme, por të jetosh me shenjtorët poshtë është krejt ndryshe." Kur njerëzit pengohen, ata kanë nevojë për ndihmë, jo kritika nga ata që duhet t'i inkurajojnë. Mbase e keni dëgjuar këtë sarkazëm, vetëm të krishterët godasin të lënduarit. Në shumë rrethet krishtera, do të preferonim që të tjerët mendonin se çdo gjë po na ecën mirë. Nuk jeni të perëndishëm? Jeni dorëzuar tundimit? Çfarëdo që të bëni, nuk i pranoni. Mëkatarët janë jashtë kishës, jo brenda. Në librin e tij, Jezusi që nuk e kam njohur kurrë, Filip Jensi flet për një burr i cili po punonte në qytet dhe takoi një grua që kishte qenë prostitut. Ai shkroi se ajo ishte në situatë të vështirë, e pastre dhe në shëndet të ligë, në pamundësi për të blerë ushqim për vajzën e saj 2 vjeçare. Punëtori i krishterë pyeti nëse ajo kishte menduar të kërkonte ndihmë në një kishë. Ajo kishte thënë: "Kish? E pse të shkoj atje? Ata do të më bënin të ndihesha më keq nga sa ndihem tashmë." A kishte të drejtë? Apo ky ishte thjesht perceptimi i saj për trupin e Krishtit? Në mënyrë të trishtueshme, në disa raste ajo ka të drejtë. Ne kemi harruar shumë udhëzimin nga fjala e Perëndisë, që thotë: "Dhe le të kujdesemi për njëri tjetrin, për t'u nxitur për dashuri dhe vepra të mira, pa hequr dorë nga të mbledhurit ton, sikurse kanë zakon disa, por të nxisim njëri tjetrin, aq më tepër se e shihni ditën që po afrohet." Letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 10, vargjet 24 dhe 25. Fraza "le të" është interesante. Vjen nga një fjalë që përkthehet konsideroj, mendoj, vëre, vëzhgoj, shikoj, vështroj, shoh përmes saj, jam i vetëdijshëm. Do të thotë se një person e përdor mendjen dhe mendon rreth mundësive, më pas vepron. Konsideroni se si të stimuloni njëri tjetrin në dashuri dhe në vepra të mira, thot një përkthim tjetër. Mendoni për disa çaste rreth mundësive të tilla. Çfarë mund të ndodhë nëse çdo herë që takoni dikë, thjesht për një ditë, ju e pyesni veten: çfarë mund të bëj për ta inkurajuar këtë person? Çfarë mund të bëj që ta ndihmoj të kuptoj vlerën e tij në sytë e Perëndisë? Si mund të jem një inkurajim për personin që është penguar, që është lënduar? Çfarë mund të bëj për të sjellë pak dritë në errësirën e jetës së tij? Po juve vet, si do t'ju pëlqente t'ju inkurajonin? Ju mund të mendoni, mbase diçka e tillë si një vepër e zakonshme dashamirësie apo jo? Jo e zakonshme, por e qëllimshme. Një varg tjetër që duhet marrë në konsiderat është ai tek letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 2, vargu 23. Secili ta çmoj tjetrin më shumë se vetveten. Merrni në konsiderat se për çfarë ka nevojë në të vërtetë ata po rreth jush, antarët e familjes, kolegët, miqt, ata me të cilët jetoni çdo ditë. Ajo që thoni mund të jetë ajo që duhet për t'i dhënë dikujt forcë për t'u ngritur pasi ka rënë, që t'i marrë copsat dhe të vazhdoj përpara, të kthehet tek Zoti, madje edhe në kishë, duke ofruar ndihmë. Pra për çfarë ka nevojë dikush? Pali u shkroi besimtarëve duke ju thënë: "Por ju bëjmë thirrje vëllezër, t'i qortoni të parregulltit, t'i ngushëlloni zemër lëshuarit, të ndihmoni të dobtit dhe të jeni zemërgjër me të gjithë. Nëse jeni të gatshëm, Perëndia do t'ju jap fjalët e duhura. Bota është plot me kritikues, ata që janë të shpejtë për t'i vënë pa gabimet tuaja, por ka edhe disa inkurajues të vërtetë që janë të pak në numër." Vite më parë një dëgjues i shkroi organizatës sonë duke thënë: "Programet tuaja janë si një lugë me ilaç të mirë për çdo ditë. Ju, i dashur dëgjues, mund të jeni ilaçi më i mirë për shpirtin e dikujt me inkurajimet në fjalën e Zotit sot." Tek letra drejtuar Hebrejve thuhet: "Të nxisim njëri tjetrin, aq më tepër se e shihni që dita e Krishtit po afrohet." Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radioviz7.net.